Kohë me parë ishte një kuriozitet i shtuar dhe një privilegj të udhëtojnë Kinë, tashmë janë intensifikuar marrëdhëniet ndërshetërore dhe sidomos shkëmbimit njerëzor dhe tregtare. Po është e vërtet. Domethënë, të shih vizitat në Kinë janë edhe të qytetarëve, jo më pastaj në rang delegacionesh, biznesmenësh që ka shumë, shkojnë edhe vinë nga Kina dhe janë të gjitha mundësitë e vërtet që mos mbetet të thjesht një vend i largët, po Kina është edhe një vend i afërt se janë kriju marrëdhëniet. Dhe unë jam i sigurt që me një vend të tillë të fuqishëm, edhe shtetit tonë, edhe popullit tonë interesant që këto marrëdhënie të mos kenë asnjë lloj paragjykimi, edhe mund të forcohen akoma dhe më shumë midis dy vendeve tona. Sepse një aset mjaft i çmuar është edhe misia apo raporti i bashkëpunimit për shumë vite. Unë këtë afrim ne çuditeshim, shkoshim, kemi qenë në Pallati i Perandorit, siç e quajnë ato, ose ke sheshit Tiananmen. Aty kishte edhe nga këto tezgët që shiqin, tregtonin gjëra karakteristike, suvenire e tjera aty. Dhe sa po merrshim vesh që ne ishim nga Shqipëria, menjëherë leshin edhe bisedoshin, ne përmendeshin emrat e aktorëve. I dinin të gjithë aktorët tonë. Filmat shqiptare atje ishin nga më të preferuarit. Dhe s'kishte një kinist mos kishte pa filmin atë që lunë Glantina ku me Edi Luarasin, nga një mi vdekën. Ai ishte për gjithë kinezët, e shifshin dhe prishin me një admirim. Këto pastaj ishin legjenda. Rikadlarja, Gulem Radoja, Kabashi, që në të kohë të gjithë na i përmendeshin me emra dhe ne natyrisht ndjeshim një lloj kënaqërie. Shqipëria e vogël njihej në gjithë Kinën. Pastaj unë kisha edhe një privilegj, duke qenë student i lehtësisë, në të kohë ishte fut lënda e lehtësisë kineze në fakultet. Dhe kur i fliqim ne pastaj edhe kështu në biseda shoqërore, për shkrimtar, për filozofët kinezë, për lehtësinë kineze, dhe ndjeheshin që edhe ato ndjeheshin mirë që ne kishim një uri për Kinën. Domethënë janë të gjitha mundësitë. Është një shtet që tani më ajo ka peshën e vet, influencën e vet në botë, edhe jo më patjetër që ato janë minjose edhe ndeksa Shqipëritë e vogël, që me zërin e Shqipërisë, me flamurin e Shqipërisë, ato arritën që çanin det oqeane dhe të marrin atë që kanë sot në organizatën e Kombeve të Bashkuara, deri se bën pjesë në Këshillin e Sigurimit.